Pushohet nga puna mësuesi i biokimis në shkollën nëntëvjeçare Hasan Koçi në Shkozet të Durrësit pas postimit në rrjetet sociale të një video ku shfaqet duke dhunuar një nxënës. Ngjera ka ndodhur 2 ditë më parë, ndërkohë që drejtoria e shkollës, Hëna Gulemi, tha se pas njohjes së rastit u mblodh Komisioni i Disiplinës që i propozoi drejtorisë arsimore shkarkimin e menjëhershëm nga puna të mësuesit. Jam vënë në dieni nga fëmijët, ata kanë ardhur në drejtorinë e shkollës dhe më kanë bërë me dije rastin që ka ndodhur. Profesori në moment është pezulluar për momentin nga mësimi dhe është mbledhur Komisioni i Disiplinës së shkollës. Vendos zgjidhje të menjëhershme të kontratës së punës të mësuesit Flamur Pajo për shkak të dhunës së ushtruar ndaj nxënësit në klasën e 7-s. Vetë 13 vjeçari i dhunuar me inicialet AH shpjegon incidentin në orën e mësimit. Në orën e mësimit, një djalë tha diçka dhe personi më keci muve. Dhe unë i thash që o person nuk e thash unë. Pastaj personi po më thonë pap dhe unë i thash personi i vishëton nga veshët. Personi më përndrydhi dorën dhe filloi duke më goditur shumë. Më goditi gjithë ato minuta, pastaj më derën dhe nxorri nxënësit jashtë klasës dhe po më gjemonte në klasë me shumë dhe më shumë dhe po më gjemonte nëpër klasë. Ky është rasti i parë i dhunës në këtë shkollë, çka solli vendimin ekstrem të Komisionit të Disiplinës që fenomeni të mos përsëritet më.